Forcat speciale Renea, të mbështetura një efektiv të policisë së shtetit në qarkun e Lezhës, zhvillua në orët e para të mëngjesit të së premtes një operacion të befasishëm në zonën e Mirditës. Në fokus të aksionit ishte Elson Reçi, një nga personat më të kërkuar nga drejtësia shqiptare, i shpallur në kërkim nga Prokuroria e Posaçme, që prej 15 maj të vitit 2024. Operacioni u organizua pas informacioneve të siguruara në rrugë operative, sipas të cilave dyshohej se Reçi kishte hyrë së fundmi në territorin shqiptar. Gjatë aksionit, forcat e Renea dhe policia ushtruan kontrolle në banesën e tij në Mirdit, si edhe në disa ambiente të tjera të lidhura me familjar apo persona të afërt. Megjithatë, kontrollet nuk dhanë rezultat, pasi Elson Reçi nuk u gjet në asnjë prej vendeve të kontrolluara. Pas verifikimeve të mëtejshme, autoritetet konstatuan se në Shqipëri kishte hyrë vëllai i tij dhe jo vetë Elson Reçi, çka ndryshoi pistën fillestare të hetimit. Pavarësisht kësaj, kontrollet dhe hetimet vijojnë, ndërsa strukturat ligjzbatuese mbeten në ndjekje të çdo informacioni që mund të çojë në lokalizimin dhe arrestimin e tij.